Përshëndetje, jemi tani me shkrimtarin, dramaturgun dhe tashmë poetin e mirënjohur Mjalla Qilleri. Sot ishte promovimi I librit tuaj me poezi, Takohemi pas shiut. A jeni I kënaqur nga promovimi? Ishte diçka shumë e bukur vërtet. Nuk prisja kur kaq shumë miqe dashamirës të mi të vinin e të mblidheshin në këtë sallë ku unë kam shumë kujtime, që lidhen që nga fillimet e mia të krimtarisë letrare, të më thënë flas për 45-50 vjet përpara, dhe ja tek mu bët të tërë krah, mu bët shok, mu do të miq, dhe më dha dhe një dorë tani në një libër me poezi të cilën nuk e mendonja kur se do të dilte kështu e do kishte këtë sukses. Në këto 2 herë është shpalosur prej vitesh krimtaria juaj, por le ta shpalosim pak për dëgjuesit tanë. Unë duhet të them këtë për dëgjuesit tuaj që poezia ime është do ta quaj një eksperiment letrar më tepër, sepse unë jam larguar skemave të poezisë në përgjithësi, poezisë shqiptare, dhe duke tejkaluar dhe vetveten, duke tejkaluar prozën, unë besoj se diçka arrita të them ndryshe nga të tjerët, madje edhe ndryshe nga vetja ime. Ju keni jeni do me thënë I talentuar si në prozë, në dramë edhe në poezi. Kë gjeni do të spikatnit për veten tuaj? Kë keni më për zemër? Natyrisht proza për mua është kryevepra e ndjenjave të mia. Poezia është një vizatim absurdi, në mund ta shpreh kështu, e cila vetëm sa ilustron mendimet e mia në prozë. Të gjitha këto që ju keni lexuar në vëllimin tim Takohemi pas shiut, nuk janë gjë tjetër veç se konfigurime të mendimit të prozës time, e cila do të vazhdojë edhe më të ardhmen. Unë nuk e di nëse do kem tjetër vëllime poezia apo s'do të kem, po gjithsesi prozë di jam I sigurt që do kem. Si mendoni, frymëzimi për ju është diçka e lindur apo edhe e kultivuar në vite? Frymëzimi, talenti do thosha më mirë, nëse do të më lejoni, talenti është I lindur. Frymëzimi është spontan, por të dyja këto duhet të ushqehen. Nëse nuk ushqehen, ushqimi është I gjithëtanshëm, natyrisht është bota e madhe e autorit, I cili tenton vetëm të kënaq vetveten, po t'u jap diçka të tjerëve. Nëse ai nuk është në gjendje të korrigjojë diçka në këtë jetë me veprën e tij, atëherë ai është me pak vlera ose pa vlera. Unë jam përpjekur pikërisht të bëj diçka përtej shoqërisë së zakonshme, përtej moralit të zakonshëm të le ta quajmë pak otoman, sidomos që ekziston këtu tek neve, dhe mendoj se diçka kam thënë. Unë jam një këngëtar I dashurisë edhe në këtë vëllim, sikundër kam qenë edhe në prozën time. Dhe unë mendoj se është e varfër ajo letërsi që nuk ka gruan brenda, që nuk ka dashurinë brenda. Dashurinë, unë madje do thonja çdo gjë që brenda saj ka dashurinë del një mrekulli. Dashuria është nektari I poezisë, sikundër duhet jetë nektari dhe I gjithë arteve të tjera, muzikës, pikturës, e të tjera. Poezia pa gruan është si një eshk e tharë pa lëngë. Nga proza tuaja, kë do të veçonit nga romanet tuaja që e keni më për zemër? Nëse jetë e dashuri pati një sukses, sepse u botua në një kohë pak të vështirë për vendin, kur ne shqiptarët ishim më konservator se ç'duhet, angjit e viteve të vështira, të botuar fill pas demokracisë, është për mua vepra më e mirë që kam shkruar deri sot. Po tek poezit kë do të veçonit? Te poezit është e vështirë, sepse në një gamë të tillë kaq të gjerë siç janë 100 ca poezi, është e vështirë të them që kjo është më e mirë se sa të tjera. Po unë kam një poezi me titull Deskriptizëm në atë vëllim, nuk u përmend sot këtu, ndoshta për shkak se
është tepër ndërlikuar dhe tepër e thellë. Deskriptizmi ose gjeometria deskriptive është një ndërthurje trupash që krijon fenomene të jashtëzakonshme dhe në jetë ne nuk kemi gjë tjetër veç se ndërthurje trupash përpozë ndërthurje karakteresh. Dhe ndërtojmë këtë qerthull i cili zbukurohet kaq shumë duke qenë ne të ndërthuar. Prandaj ai është thelbi i poezisë time, poezia deskriptizëm. Pak filozofike, por ajo është shpreha ime me thellë e mendimit që kam. Urojmë të ketë sa më shumë deskriptizëm në krijimtarinë tuaj, por të kuptueshme nga masat edhe të shitshme të kenë fat. Për sa i përket pyetjes së fundit, të shitshme, kjo është një mjerim, domethënë i përgjithësi i poezisë sonë, kurse të kuptueshme nga masat, kjo është pak masat duhet të vinë të ngrihen në nivelin e krijuesit, jo të vënë krijuesit në nivelin e masave, nivelin si thua mediokër të masave. Por fatkeqësisht këtu nuk ka një përcaktim tek ne, fatkeqësisht nuk ka kritik të mirëfillt ndaj poezisë. Kjo është fatkeqësia. Që të di të bëj shoshitjen dhe ta ngrer lart atë elitë që duhet prekur nga elita. Kjo është fatkeqësia sepse në qoftë se do ekzistonte kritika, do korrigjoheshin shumë gabime që janë bërë deri tani. Domethënë, nuk mund të shkruante kushdo poezi, ose roman, ose dramë e të tjera, por dikujt do t'i thoshte stop, s'na ke thënë asgjë. Dhe ai me siguri, po të kishte pak ndërgjegje, do të tërhiqej. Kështu që kritika është një mangësi e madhe e zhvillimit ton kulturor në përgjithësi, sepse kritika është zbërthimi filozofik i letërsisë. Shpesh ne mund ta kalojmë një roman duke e lexuar dhe duke ndjerë vetëm anën e dukshme të vet, por ama nuk kuptojmë thelbin e tij. Kritika këtë do ta sqaronte më mirë. Diçka tjetër për të shtuar? Nuk kam asgjë, unë ju falenderoj dhe një herë të gjithëve për këtë pjesëmarrje. Ju falenderoj dhe juve, mikja ime e vjetër, për bukurinë që i sollët kësaj mbrëmje, këtij takimi, dhe me siguri unë do t'u shpërblej në ngjarje të tilla në krijimtari të bukur. Krijimtari të bukur, patjetër. Faleminderit. Edhe unë faleminderit shumë.